Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, po zhvillon një vizitë zyrtare 4 ditore në Malajzi, e cila ka filluar më 1 maj dhe do të përfundojë më 4 maj. Vizita e saj ka për qëllim forcimin e marrëdhënieve dypalçe mes Kosovës dhe Malajzisë, si dhe thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Gjatë qëndrimit në Kuala Lumpur, Osmani ka marrë pjesë në disa takime të nivelit të lartë, duke përfshirë edhe hapjen zyrtare të ambasadës së Republikës së Kosovës në këtë shtet. Një ndër momentet më të veçanta të vizitës së saj ishte ndalesa në xhamin kombëtare të Malajzisë, njëra nga objektet më të rëndësishme të kultit në vend, e ndërtuar në vitin 1965 dhe e njohur për arkitekturën e saj moderne islame. Në këtë vizitë, presidenti Osmani u shfaq e mbuluar me shami, në përputhje me normat dhe respektin ndaj vendit mikpritës dhe vendit të shenjtë ku ajo po qëndronte. Pamjet e publikuara nga mediat malajziane tregojnë Osmanin duke kryer një vizitë respekti pranvarit të ish kryeministrit të Malajzisë, Abdullah Ahmad Badawi, i cili ndroi jetë në prill të këtij viti. Ajo ka bërë një lutje në nder të tij dhe ka shprehur mirënjohjen për kontributin që ai ka dhënë për zhvillimin e Malajzisë dhe për mbështetjen që ky vend i ka ofruar prej nga fillimi Kosovës ndër vite. Gjestin e saj mediat malajziane e kanë cilësuar si një shprehje të thellë respekti dhe miqësie ndaj popullit të tyre. Gjatë kësaj vizite, Osmani është takuar edhe me figura të rëndësishme shtetërore të Malajzisë dhe ka diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit ekonomik, investimeve të ndërsjellta dhe mbështetjes për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Hapja e ambasadës së Kosovës në Kuala Lumpur shënon një hap të rëndësishëm diplomatik dhe një përkushtim të qartë për ndërtimin e një marrëdhënie të qëndrueshme mes dy vendeve. Kjo vizitë përfaqëson një kapitull të ri në marrëdhëniet e Kosovës me Malajzinë, duke reflektuar interesin e ndërsjellët për afrimin e mëtejshëm politik, ekonomik dhe kulturor. Po ashtu, sjellja e presidentes Osmani në përputhje me traditat dhe zakonet vendore është vlerësuar si një shembull pozitiv i diplomacisë me respekt të ndërsjellët.